Pjesa më e madhe e provave të prezantuara nga mbrojtja e Jakub Krasniqit që dëshmojnë për krimet serbe të kryera në Kosovë nuk janë pranuar në rastin e krerëve të ushtrisë çlirimtare në Hag. Kështu kanë vendosur gjyqtarët e rastit, duke theksuar se përgjithsisht këto dëshmi janë komplet të parëndësishme për procesin ndaj Thaçit, Krasniqit, Veselit e Selimit që po zhvillohet në Hag. Në vendimin të cilin e ka parë Gazeta Nacionale, thuhet se nuk është vërtetuar ndonjë ndërlidhje mes aktakuzës dhe provave të cilat dëshmojnë për krimet e Serbisë në Kosovë. Paneli së pari, vëren se më parë, ka vendosur që provat për krimet e dyshuara të kryera nga forcat serbe janë përgjithsisht të parëndësishme për akuzat kundër të akuzuarit. Mbrojtja e Krasniqit gjithashtu nuk ka arritur të vërtetojë se incidentet e përshkruara në këtë pikë janë të lidhura me ndonjë nga akuzat ose faktet në aktakuzë, ose se ato lidhen me, ose janë provuese të organizimit ose aktivitetit të UÇK-s në zonë, në një kohë ose vend që lidhet me akuzat, thuhet në fillim të vendimit. Mbrojtja e Jakub Krasniqit kishte dorëzuar materiale të shumta, dëshmi të shkruara, video incizime të cilat sipas tyre dëshmojnë se në Kosovë ka qenë gjendje kaosi dhe shumë krime janë kryer në shenjë akmarrjeje nga individ pas krimeve të Serbisë në zona të ndryshme. Pas kërkesës së Jakub Krasniqit, Prokuroria e Hagës kërkoi që këto prova të krimeve serbe të refuzohen dhe kështu ndodhi. Pjesa më e madhe e tyre u refuzuan. Prova me numrin 11 përmbante një material të BBC ku kishte video incizime të ndryshme që dëshmonin për krimet e Serbisë në Kosovë. Megjithatë, kjo për gjyqtarët e speciales është e parëndësishme. Ata vendosën ta pranojnë një pjesë krejt të shkurtër të këtij materiali, aty ku UÇK-ja ju ndihmonte hetimeve të mundshme, por jo edhe dëshmive për krimet e Serbisë. Gjyqtarët e Hagës refuzuan një tjetër provë të propozuar nga Jakub Krasniqi, e që lidhet me raportet mes ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Sipas gjyqtarëve, këto nuk janë relevante, ngjashëm siç konstatoi edhe për dëshmitë e krimeve serbe. Lidhur me provën e propozuar 15, trupi gjykues vëren parashtrimin e mbrojtjes së Krasniqit se ajo lidhet me marrëdhënien midis LDK-s dhe UÇK-s dhe sugjerimin se ato nuk kishin opozit dhe kishin qëllime të përbashkëta. Pasi shqyrtoi provën e propozuar, trupi gjykues nuk e konsideron përmbajtjen e saj, siç përshkruhet aty, që të jetë relevante për qëllime të përbashkëta të pretenduara të UÇK-s dhe LDK-s në asnjë mënyrë relevante për këtë çështje. Trupi gjykues ndërkohë vendosi ta pranojë provën me numër 16 që tregon për krimet e ndryshme serbe në Kosovë, por jo me arsyetimin e përmbajtjes së tyre apo dëshmisë së krimeve në Kosovë, por me disa përfundime që paneli synon t'i nxjerrë për politikën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pasi shqyrtoi provën e propozuar 16, paneli vëren se një pjesë e kësaj pike i referohet krimeve që dyshohet se janë fajsuar UÇK-s dhe akteve të dhunës që dyshohet se janë kthyer në mënyrë sporadike nga popullsia shqiptare në Rahovec, duke marrë parasysh se këto ngjarje nuk lidhen me asnjë nga krimet e akuzuara dhe lidhen vetëm me distancë me rrethanat e relevante për këtë çështje. Paneli e gjen pretendimin e rëndësisë për këtë çështje të dobët.